Silvio Merka i duket se ka gjetur formën e tij më të mirë në radhët e skuadrës së Sud Tirolit në Serie B, pasi në startin e këtij sezoni po bëhet protagonist absolut me golet e tij. Në ndeshjen e djeshme ndaj Reggianës, sulmuesi shqiptar ka shënuar golin e rezultatit të përkohshëm 2-0 për ekipin e tij në minutën e 26 të takimit me një veprim sulmuesi qendre të vërtetë. Ky është goli i tretë në këtë sezon për 27 vjeçarin, i cili ka regjistruar gjithashtu dhe një asist në atë që është sezoni i tij i tretë në klubin e Series B, para se t'i bashkohej Sud Tirolit nga radhët e Virtus Entellës në Serie C. Merka i kishte ofertë edhe nga Partizani në superiore, por vendosi të vazhdonte në Itali dhe tashmë duket se ka gjetur rolin e protagonistit në Serie B.